Nga viti 2007 gjërë në vitin 2014, numri i qytetarëve në Matë, numri i banorëve në Matë dhe në Shqipëri është rritur nga viti në vit. Pra, nuk ishte se kishim rroga kaq të larta, as se kishim pensione kaq të larta, por kishte një gjë, si që din çdo matjanë dhe matjanë dhe shqiptar, rrogat rriteshin çdo vit, pensionet rriteshin çdo vit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo do thoshte, sot kam pak, po vitin tjetër do të kem më shumë. Sot jam jo mirë, po vitin tjetër do bëhem më mirë. Pra kjo mban të shpresën. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, miq? Çfarë ndodhi, miq? Nga 2013 gjërë sot, nga 2013 gjërë sot, pensionisti shqiptar që mirte, pension mesatar 123.000 lek, merë gjithsejt 172.000 lek pension mesatar. Por, 57% e 760.000 pensionistëve nuk marrin pension të plot, marrin pension të pjesshëm, të stërpjesshëm. Pra. Ndërsa pensionisti Malizi, që mirëte në 2013, 138.000 lek me lektona, sot merë 450.000 lek. Po pse? Sepse qeveria, kur ndante parat çdo vit, i kalonte një pjesë të rrogat dhe pensionet. Sepse qeveria shlyente detyrimin më njerëzor, më ligjor, më kushtetues, t'ja u kthej parat qytetarëve që ja u merr. Një pjesë. Kurse këta, jo, nuk ekzistonin. Edi Rama solli 8 miliard euro në buxhetin e vitit 2025. Sa ndau për 760.000 burra dhe gra që kanë shkri jetën e tyre për familjen, për matin, për Shqipërinë? 16 milion. 16 milion. Kur ne i kërkuam të votoj pensionin minimal 200 euro, jo tha, bijem në katastrofë, bijem në humner, nuk mund bëhet. Albin Kurti, një kryeministër tjetër shqiptar në Prishtinë, të njëjtin muaj, petin gjysmen e buxhetit të Shqipërisë, më pak se 4 miliard, ndau për gratë dhe burrat e thinjur të Kosovës, që kanë shkruar jetën për Kosovën, jo 16, 100 milion euro. Dhe rriti pensionit e tyre 20%. Ran katastrofë Kosova? Ran humner Kosova? Jo. Pse u ndala këtu? Edhe njëherë, Matjan nuk janë çështje partjake këto. Dhimbshuria nuk është dhunti apo virtuti një partie. Dhimbshuria është virtuti qenjes njerëzore. Çdo njeri që ka zemër dhe shpirt e ka ndjenjën e dhimbshurisë. E din që ai burr apo ajo grua me 100 euro apo 120 euro apo 150 euro nuk mbyll dot muajin. Nuk merr dot ilaçet për mjekim, nuk merr kafshaten, nuk ushqen dot lipin apo mbesen. Në kështu apo jo? Kurse këta Prishti, po këta çfarë bëjnë? Fondet
Më falni, fondet, parat tuaja, pensionet tuaja, rrogat tuaja, i vjedhin dhe vetëm i vjedhin. Po ndërtojmë rrugë, thot, prisni. Aty janë vjedhjet më të mërshme, miq. Do t'u jap një shifër. Rruga e Kombit është rruga të cilën vetë Bekteli e ka shpallur një nga projektet më të vështira që ka realizuar në botë. Ka 27 metra e gjerë. Ka kushtuar 10 milion euro kilometri me gjithë tunelet e gjata të Kalimashit. Rruga e Arbrit, 27 kilometra të mbeturat rrugës e Arbrit, 11 apo 10 metra të gjëra, kanë kushtuar 11 milion euro kilometri. Prisni, po i lëm zonat malore, po zbresim në fush. Rruga Lush Njefir me 4 korsi ka kushtuar 1 milion euro kilometri e ndërtuar me kompani italiane. Por, me qenë se ishte në vitin 2005-2006, po e lam me një anë. Në vitin 2012 kemi përfunduar rrugën Levan-Vlorë. Ajo është rruga më e gjerë e Shqipërisë. Është 35 metra e gjerë. Sa kushtoi? Ajo kushtoi gjithsejt 2,4 milion euro. 2,4 milion euro në një kohë kur rruga në Tiranë, rruga tek Kura e Limuthit, kushton 20 milion euro. Unaza, 17 milion euro. Pra, o miq, çfarë do që jeni, të cilës parti që i përkisni, shikoni mërë si vidhen në mënyrë të pamëshkirë nga këta hajduta, më thonë. Ato para mund të ishin pensione sot. Dhe ju, o burra dhe gra që kini shkryjetet për Shqipërinë dhe matin, duhet të kishit një pension 450 euro sot. Vetëm kaq, jo, sërë vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq. Janë 130 milion euro të djegësit të Tiranës, që nuk ka një tull të vendosur, të zhdukura, para tuaja, të taksave tuaja. Po e disa janë 130 milion euro, 130 milion euro janë 812.000 pensione. 812.000 pensione të zhdukura. Miq, nuk është pra një problem partije, është një problem qytetari, është një problem Shqipërie, është një problem kombëtar.